Hoxhallari, respektuar mufti, nderuar këshill i xhamisë qendrore Sultan Bejazit, të nderuar familjar dhe dashamir të hoxhës Imer Efendi Jusufi, më lejoni që t'ju përshëndes me selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu, të ju dëshiroj mirëseardhje në këtë akt ceremonial të përcjelljes së mësuesit ton, hoxhës së nderuar Imer Efendiut për në penzion, duke i dëshiruar që Allahu fillimisht t'i jap shëndet, t'i jap qetësi në gjirin e tij familjar, që të kaloj ditë të këndshme të pensionit të pleqërisë së tij. Të flasësh për hoxhën Imer, unë jam një nga nxënësit e tij dhe ndoshta do dal edhe subjektiv në qoftë se flas për të, për arsye se në qoftë se ne ndjejmë obligim, hoxha Imer mu dhe një numër të madh të hoxhallarëve që gravitojnë në qytetin e Kërçovës, na i ka mësuar shkronjat e Kuranit, gjë për cilën ne nuk mund të shpaguhemi me të, por që fjalën kryesore do ta ketë muftiu i Kërçovës, Qamil Efendiu, ndërsa përpara se Qamili të flasi për aktin e pensionimit të hoxhës Imer, unë do të kisha dashur që fjalën t'ja japim vet imamit të cilin e përcjellim. Kratko i na makedonski, po qituani braća, dobro ni dojdovte v ova ceremonial na sredba, što go isprateme našiot učitel, našiot hoxha, magister Imer Efendija na penzija, da zboruvaš za delata na Imer Efendija, može bi će naglasuvam i malku subjektivno, pošto ne samo mene, tuku Imer Efendija ne naučil site nas, ona što je najbitno to za život od najeden hoxha, bukvite na Kuranot, azbukata na Kuranot i čitanje na Kuranot. Ja сега će mu davam zbor na samiot hoxha Imer Efendija, a dodeka glavniot zbor će go imat na kraj muftijata i na krajot će mu dodeluvame i една blagodarnica vo ime na muftisfoto, една blagodarnica vo ime na xhematlijite i na sovetot na xhamijata, moleći se na Allah Đelešanu, Allah da mu dajt na Imer Efendija dobri penzionerski denovi, da gi koristit što najdolgo. Allah da ve nagradit, inshallah. Faleminderes sekretarit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: kuntum ummatin khairun lah. Të nderuar dhe të respektuar, fillimisht falenderimet, lavdrimet, hamdet i takojnë Allahut Xheleshanu ve Xhela Xhelaluhu, pas të cilit falenderojmë muftion me bashkëpunëtorët e tij Qamil Efendiun për këtë organizim kështu të mrekullueshëm. Allahu e shpërblet bashkë me gjithë bashkëpunëtorët e tij. Përshëndesim këshillin e xhamisë Sultan Bejazit në krije me kryetarin mentor muslimun. Përshëndes edhe këtë kolegun, dimsin tem, Murat Efendiun. Përshëndes edhe juve të gjithve që keni marrë pjesë, ta u keni da kohë për të ardhur të mirëni pjesë ta dhe për të bërë këtë ceremoni për cilën time për në penzion. Allahu shpërblet gjithve. Nuk mundemi a mos ta përshëndesim edhe televizionin Uskana, për arsye se jo vetëm sot që ka marrë pjesë ka do kohë, po ju shumica e dini, muftinia e din këto mirë se tër kohën televiziori Uskana ka qenë me nia. Çdo ceremoni, sidomos në xhamin Sultan Bejazit, gjithnjë na ka respektuar, gjithnjë ka qenë aktiv, ndoshta nga një herë kemi haru se është dhe një datë me vlerë historike, po na ka kujtu në atë kuptim. Unë nuk du të flasë shumë, për arsye se fjallën kryesuar dhe ketë muftiu, Qamil Efendiu, vetëm unë kisha pat dëshirë kështu një porosi kolegëve, hoxhallarëve,
Asnjëherë mos u dorëzoni, në asnjë moment mos u dorëzoni se jeta është e tillë. Jeta është me sfida, jeta është me sprova, por mos u dorëzoni, fa sabrun jamil. Allahu i madhreshëm në Koran ju e dini hoxhallarja në të gjithë, por për këto miq dashamirë tjerë, thot durimi është më i mirë. Pra shpërblimi vjen me durim. Prandaj mos u dorëzoni, hecni, punoni, veproni. Shkoja e juan në penzion nuk do të thotë se jemi largu. Prap do ta keni ndihmën tuan si pensioner, se druni sado që tje si vjetër prap ka një dobi të mira, dhe inshallah do të jeni në dobin tuaj, do të jemi gjithë do të jemi aty. Najpierw pozdravuam, znači prvenstveno zahvalnost, благодарnost na Allah Đelešanu ve Đelaluhu što ni ovozmožil da dojdemo do ova situacija, do ovaj moment, da go završavamo i ovaj del na životot vostuje na Allah Đelešanu ve Đelaluhu. Po to bez sumnje jedna благодарnost do muftija sa njegovite sorabotnici koji go organizira ova manifestacija, kako je ova ceremonija, vo znak na čest za ispraćanje na penzija da odim. Allah da go nagradi. Odborot, džamijski odbor na čelo so predsjedatelat, mentor Muslijevo, go pozdravam i od mojot hođa i ni od mogu posaku vama uspjeh sa njegovata rabota. I jedna благодарност da site vas hođi kolegi i na mojite prijatelji, džematlite koji deneska odvojite vreme za da dojdete, da ne počasite kako prvo pensa na muftija, pa posle nasite nas i mene, Allah da ve nagradi. Ja go citirav jedan del na jedan kuranski ajet, za da ne vi go zemam vreme to, kada što vozvišeni Allah šanu velit, vi jeste najdobriji od umet. I продолжува tamo nabroja nekoliko osobini tu ka Allah šanu. Znači vi jeste najdobra generacija. Zašto? Zato što stalno ste bili so mene zajedno. Site tije predizvici što god dižavljavame votekot na ovaj del na životot, bevte zajedno so mene, so što sagam da kažem, deka vi jeste na ta grupa, oti pengamera sam rekao, sekoj pengamer imal svoje pomoćnici, a mojte pomoćnici beja Ebu Bekr, Omer, Osman radijallahu anhu. Znači i vi ste bili dobri, pa i ja imav uspjeh, znači vo načelo sam muftijsvato i pominav me site raboti, site tije dobroti, pa nekogaš i ti iskušenja, no rezultatat je ovo što deneska najdobro sme zajedno. Bo molim Allah Đelešanu i na dženet da budemo zajedno ovako. Na mojte kolegi samo sakam da im kažu vam, videći site znaat, počitat, vo mnogi mjesta vo Kuran velit Allah Đelešanu ve sabrun džemil. Najdobro da pravite sabr. Znači ovo je nešto golemo, hođite ko znaat. I so toj sabr će dojdet uspjevat. Kako što došao kaj seko jedan pengamer, pa i kaj nas i kaj vas će dojde toj uspjeh. Da ne go dožim, ja samo bih sakao na kraju ovako da baram jedan halalek od vas, oti čovjek koji raboti i grešavat. Ponekogaš od neznanje, ponekogaš zavisno od okolnosti, ponekogaš od emocijite, može da zgrešavat, luđe sme, I zato vo nas, kaj muslimanite, ima jedan ubazbor, rekao Allah šanu i pengar sam, halal da zemat, Od mene svi te imate halal i pravite halal. Pra, për fund dhe kështu të kërkoj një halallek, se njeriu që punon edhe gabon. Prastaj, nije nga njëherë ndoshta nga ditoria, nga njëherë nga emocionet, nga njëherë që është kushtet rrethonet na kanë shtit që të kemi dhe një mos. Marrë, po me gjitha të nije musliman të është një fjalë shumë e mirë që na ka mësuar Kurani dhe pejgamberi selam,
thot mirë një halalajk, dhe për meje keni halal të gjithë ju, dhe inshallah Allah sukses e uroj. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet I takojnë Allahut, krijuesit ton, mëshiruesit, mëshirbërës, paqja, shpëtimi, kënaqësia e Zotit qoftë mbi dërguarin e Tij të fundit, pejgamberin ton të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij, shokët e Tij dhe gjithë ato që ndjekin rrugën e Tij me sinqeritet, përkushtim dhe devotshmëri deri në ditën e fundit. Të nderuar, të pranishëm, koleg, hoxhallar, xhamat I Kërçovës, bashkëpunëtor të ngushtë të imamit Imer Efendi Jusufi, njerëz që e keni shoqëruar, e keni mbështetur, keni bashkëpunuar për gjithë këtë kohë që hoxha jon I nderuar ka vepruar dhe ka punuar në qytetin ton, në vendin ton, e konkretisht në xhamin kryesore të qytetit të Kërçovës, shumë I respektuar imam Imer Efendi Jusufi, I nderuar imam tjetër I xhamis Sultan Bayazid Murat Efendi Huseni, respektuar kryesi e xhamis në krye me kryetarin e kryesisë Mentor Musliu. Gjithë pranishëm lejoni t'ju përshëndes me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit e Zotit qofshin mbi ju. Normalisht që ne nuk kishëm mundësi që ta tejkalojmë këtë moment përveç se me një organizim të tillë ku do të marrim pjesë xhamat I Kërçovës, do të marrim pjesë hoxhallar nga muftinia e Kërçovës, për të shënuar një moment, unë do ta quaj të rëndësishëm dhe historik për muftinin ton, për arsye se është histori në vete puna, angazhimi dhe aktiviteti I Mulla Imerit këtu në Kërçovë. Mulla Imeri ka qenë një prej hoxhallarëve simbol, shembullor, një prej hoxhallarëve I cili me përkushtimin më të madh, me angazhimin më të madh, me sinqeritetin më të madh, ka dhënë kontributin e tij në avancimin e vlerave fetare islame këtu në vendin tonë, duke qenë një punëtor I përkushtuar në zhvillimin e mësim besimit, e mektebit, dhe unë nuk kam numër të saktë, po besoj se janë qindra nxënës, përfshi edhe shumë hoxhallar, ato cilët kanë kaluar në përduaret e Mulla Imerit për të mësuar fjalën e Allahut, për të mësuar leximin e Kur'anit. Dhe kjo shpresoj të jetë një prej bagazheve më të mëdha të hoxhës tonë të nderuar përpara Allahut të madhruar. Një dëshmi e punës dhe përkushtimit të atij. Përveç asaj, ka qenë një imam I cili në mënyrë të rregullt, pa ndërprerje, ka përcjell mesazhe, ka përcjell ligjerata, ka përcjell hutbe dhe vajze nga kursia dhe hutbja e asaj xhamie, të cilat kanë qenë në një farforme udhëzim, kanë qenë në një farforme këshill e dobishme për xhamatin dhe njerëzit tonë. Gjithashtu, në veprimtarinë e tij e ka përcjell edhe botimi I disa veprave që ai ka bërë. Do të thotë qoftë në aspektin e bukur leximit dhe mirë leximit të Kur'anit,
po ashtu edhe nga aspekti i vajzeve, i ligjerateve që ai i ka mbajtur. Besoj që çdo kush nga ju e din dhe është dëshmitar i një pune të palodhshme, nga se të jesh imam të nderuar të pranishëm, është punë dhe jo e lehtë, është punë e cila ka mund dhe ka sakrificë. Imami është njeri i cili në të mirë e në të keq qëndron bashkë me xhamatin e vetë. Mullajmerja socializu është bë pjesë e çdo familje kërçovare, qoftë në raste gëzimi, po edhe në raste sprovash. Ky ka qenë ai me cilët njerëzit i kanë kalu ndoshta edhe momentet më të vështira të jetës tyre. Ky ka qenë njeri i cili ka qëndru pranë çdo familje, edhe në rastet më të vështira, edhe në raste të sprovave, duke i ngushëlluar, duke qëndruar pranë tyre dhe duke i kryer edhe shërbimet fetare. Të gjithë këtë angazhim, të gjithë këtë veprimtari të imamit dhe imamlerëve, unë dua ta përkufizoj vetëm me një ajet të Kur'anit Kerim, ku Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahu al-azim. A ka fjalë më të mirë, thot Allahu, se fjala e atit i cili thirr për tek Allahu, një punë të cilën unë jam dëshmitar që hoxha i nderuar për 35 vite e ka kryer brenda xhamatit ton dhe asaj xhamie. Pastaj porosia për vepra të mira, e në fund për ta kompletuar gjithat modelin e të qenurit një besimtari devotshëm, inneni minal muslimin. Do me thonë, për qenë me të vërtet me gjithë kuptimin e fjalës musliman, ti duhet plotsojsh 2 kritere: thirrja në emër të Allahut, daveti, pastaj porosia për vepra të mira, e pastaj të thosh, ky është muslimani. Kështu vepron musliman. Është mirësi e veçantë që unë e uroj imamin, që Allahu ja ka mundësu të arrin këto vite. Kjo është mirësi nga ana e Allahut. E inshallah Allahu mas kësaj i jep jetë, i jep shëndet, i jep bereqet, i jep mirësi, që këtë periudhë post pensionit ta kalojnë i qetë, ta kalojnë në një rreth të ngushtë familjar, mirë po asnjëherë nuk do t'i kisha thënë që këtu malon misioni i hoxhës i merë. Thënë, këtu është vetëm një aspekt administrativ, që ky plotson një kriter për të pensionu, kurse misioni i hoxhës nuk malon. Ky ndoshta do të ketë edhe shumë punë. Ky ndoshta xhamatit tonë në përgjithësi do të hynë në punë me këshillat, me porosit, edhe me përvojën e tij që e ka. Gjithsesi, vëllezër nderuar, në fenë tonë islame, vitet, mosha, janë gjëra të cilat i ka përcaktuar Allahu dhe ne nuk kemi aty mundësi të ndërhyjmë. Të plakemi ose mos plakemi, të rrim të rija po të vjetër. Është çështje që hec mbas ligjit të Allahut të madhruar. Po është edhe një e vërtetë, se ne asnjëherë nuk do të pyetemi dhe nuk do të llogaritemi sa vite jetuam. Por kush i jep bereqet moshës njeriut? Veprimtaria, puna. Nuk do të pyetemi për vitet, por do të pyetemi si i kemi kalu. Patjetër, për punët që i kemi bë.
E ne besoj bashkarish këtu, jemi dëshmitar dhe e lusim Allahun e madhruar, e lusim me sinceritetin më të madh, që këtë angazhim, këtë punë, këtë kontribut të hoxhës tonë, inshallah Zoti e pranon. Inshallah Zoti e bën kabul. Dhe inshallah Zoti ja shpërblen ashtu siç ai din dhe ashtu siç ai mundet. Kurse ne si Kërçovar dhe unë që flas në emrin e xhamatit Kërçovës, jemi munduar që ta mirëmpresim, jemi munduar ta respektojmë atë sa ne kemi pasur mundësi. Do të thot për 35 vite me radhë, xhamati i Kërçovës ka qenë krah i hoxhës Imer, duke reflektuar respekt, duke reflektuar nder, duke e bë pjesë të familjeve tona. Ne asnjëherë nuk e kemi llogaritur Mulla Imerin të huaj, e kemi llogaritur njëri të tonë. Ashtu siç edhe ky na ka llogaritur neve. Jemi munduar ta nderojmë, ta respektojmë dhe unë i jam shumë mirënjohës xhamatit tonë. U jam shumë mirënjohës edhe disa individëve këtu që i shoh, Haxhi Ahmetit, profesor Musliut, Gjakdautit dhe shumë të tjerëve, që këto realisht kanë qenë shtyllat kryesore, mbështetja kryesore e hoxhës Imer, Allahu vashpërbleft. Gjithsesi, në emër të gjithë xhamatit edhe unë kërkoj halallëk, hoxho, që ndoshta edhe nga ana jonë mund të ketë patur lëshime, mund të ketë patur gabime, mirë po, ajo me cilën ne e përfundojmë është që inshallah Zoti i fal gabimet dhe lëshimet tona. Nuk kam më tepër se çka të shtoj realisht, edhe pse kjo veprimtari 35 vjeçare nuk mund të përmblidhet me 10 minuta ose 5 minuta, mirë po, kjo ishte vetëm aspekti organizativ që ne si muftini e pam të arsyeshme që të kemi një farloj ceremonie, një farloj momenti kështu ku hoxhës Imer në mënyrë solemne do ja ndajmë edhe vendimin e pensionit, gjithsesi do i ndajmë edhe një mirënjohje nga ana e muftinis, edhe një mirënjohje nga ana e xhamisë kryesore. Nuk dia ka nevojë maqedonisht për ta fol apo u mor vesh Masarov. Kako misliš ti, ima potreba makedonski ili... Znači, vo imena Muftisvo Kičevo, vo imena site imami prisutni, xhamatot na Kičevo, koji se tu ka prisutni, sakame da izrazime golemo blagodarnost kon работата и активноста на нашиот почитуван имам Imer Efendi Jusufi, koji za 35 godini daval golem pridones vo centralната džamija na gradot Kičevo, Sultan Pajazit, kako glaven imam vo toa džamija. Osven negovite predavanja, vajsi nasihat, Imer Efendija, jas točen broj nemam, to je možda imat, no mislim deka stotici učenici pominale nis Mektebot na džamijata Sultan Pajazit, koji go učele čitanje to na Allahoviot zbor, na Kur'an Kerim. Znači, to je i golem pridones što go daval našiot imam vo ta džamija. Osven toa, Imer Efendija
kako imam bil mnogo odgovoren. Bil, znači, imam koji ne propuštil niti namaz, niti vajs, niti predavanje. Bil vo toa džamija, počituvajući gi si te džemati. Pa zato vi jeste tuka dokaz na работата на нашиот ефендија. Јас во име на муфтиство и во име на Советот на џамијата Султан Пајазит и во името на џематот му се заблагодарам, го молам Аллах Джелешануху да му дава здравје, да му дава успех и да му дава долг живот. И, иншалла, уште со неговата мисија, со хоџалог, со предавање, со вајз, со насихат. Ние во името на муфтиство Кичево сега ќе му делиме една благодарница на емër të muftinisë Kërçovës, i ndajmë mirënjohje e cila figuron në këtë mënyrë. Mirënjohje për Imer Efendi Jusufin për 35 vite shërbim të devotshëm si imam në xhamin qendrore të Kërçovës Sultan Pajazit, për rregullshmëri shembullore, angazhim në aktivitete fetare e shoqërore dhe kontributin e çmuar në edukimin e brezave përmes mektebit, me respekt e vlerësim të veçantë. Muftinia e Kërçovës. Bujrëm, Hoxha Efendi. Allah e ta shpërblet. Gjithashtu, në emër të riasetit Basis Fetare Islame, ndajmë edhe aktvendimin zyrtar të pensionimit të Hoxhës nderuar. Tash ftoj kryetarin e Këshillit Xhamis, mentorin, për të ndajt edhe ai mirënjohjen. Këshilli i Xhamis Sultan Bajazit Kërçovë mban mirënjohje për Imer Efendi Jusufin në shenjë vlerësimi për 35 vite shërbim të palodhshëm si imam në xhamin qendrore të Kërçovës Sultan Bajaziti, për përkushtimin, rregullueshmërinë dhe kontributin e vazhdueshëm në edukimin fetar të brezave me respekt. Gjithashtu në emër të Këshillit Xhamis, edhe në emër të muftinisë, ndahet edhe një shumë simbolike, mund ta quaj unë, për pensionimin e imamit. Do të thot një dhurat nga xhamia dhe një dhurat edhe nga muftinia, që janë dy rroga për Hoxhën Imer. Beti që bua se dështova unë. Gjëva. Këtu e shoh që ka dëshirë masalëja të i bën një dhurat, nuk prish punë. Imаме на поклон да се здрави и живи што дојдовте овде. И мене ми е чест и задоволство што ми беше учител од почеток и го научев корено благодарејќи на мојот драг Ефендија Имер Јусуфи. Мора, пошто и вие знаете дека јас сум спортски човек и фан на Фенербахче, мора да му подарам една. Дојди направите слика, да. Recimo to.
Allahu shëndet, jepi gjatë, inshallah, urime. Sen sayın nazaret suçlu se başı mı bileyim da diye. Çiğdele.